Edhe mbrëmja e 16 praj me spektaklit Ferma VIP 2 në Vision Plus solli një përzierje emocionesh të forta, rrëfimesh që prekën këdo si dhe vendime strategjike që tronditën lojën. Mbrëma e dashur. Një kthes e papritur ishte surpriza që befasoi jo vetëm dy konkurrentët që ishin në nominim, por edhe publikun. Hajmalia e fatit solli rotacionin e lojës, e cila këtë herë ju besua kryefermer Andreas. Agai dorëzoi këtij të fundit Hajmalin me fuqinë për të shpëtuar të dy fermerët, por në këmbim të një çmimi të rënd. Njëri prej tyre duhet të shkonte në nominim të përhershëm. Diq letrën e dytë për të anulluar të eliminuarin. Andrea vendosi të djegë televotimin e mbrëmjes, por në fund zgjodhi Frederik Ndocin të përballet çdo javë me sfidën e televotimit. Zgjedh Frederikun për nominim të përhershëm. Si një simbol i qëndresës dhe i maturisë, Frederiku, tashmë i nominuari i përhershëm i edicionit të dytë të Ferma VIP, përfitoi të drejtën të zgjedhë kryefermerin e javës. Unë zgjedh Ester. Ai vendosi që këtë rol ta marrë Ester, duke i dhënë asaj përgjegjësinë për drejtimin e fermës. Artisti i njohur Frederik Ndoci ndau gjithashtu me publiku një kapitull të errët dhe emocional të jetës së tij. Rrëfimi i tij preku jo vetëm fermerët, por edhe publikun e mbërthyer para ekranit. Por isha fëmija i dytë, sepse fëmija i parë, Violeta, fatkesisht ndroi jetë. Nga fillesat e karrierës artistike te përndjekja politike dhe rrëzimet personale, këngëtari u ndal edhe në dramën e ndarjes nga familja e parë dhe rindërtimin e jetës së re. Pas këtij rrëfimi rënqethës, në skenën e improvizuar brenda oborrit të fermës, u shfaq Mukades Çanga, bashkëpunëtorja e hershme skenike e Frederikut. Sfidat janë në qendër të këtij formati, e përmes tyre u përcaktua edhe buxheti i ditëve në vijim për fermerët. Vetëm 10% buxhet u fitua prej tyre, shumë kjo që duket se do të vërë jo pak në vështirësi ata. Sa përqind buxhet kanë më? 10, kush 10? 10! Nata e 16 të spektaklit u mbyll sigurisht me traditën e bukur të krijuar gjatë këtyre javëve, me muzikë dhe një darkë speciale. Ferma VIP 2 po hyn në fazën më të fortë të saj dhe spektaklet e ardhshme pritet të jenë edhe më shpërthyese, duke ju afruar finales së madhe. Ndaj, ju mos humbizni asnjë moment duke ndjekur 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet dedikuara të platformës String, si dhe në ekranin e Vision Plus.